që ishte pastruar. E do thë se ishte i pastruar kalonin aty. Kalonin aty dhe kjo ishte bërë në fund vitit 45 dhe 24-25. Në datën 22 tetor? Në 15 e para fillon në 25. Ke një parangjarje. Është një parangjarje. Sa ditë para? 15 maj 46. Ka ndodhur shumë para kjo. Po, ka ndodhur Enver me thënë qeveria shqiptare dha urdhër të goditen 2 anije britanike që kalonin rutinë. Dha vetë Enveri urdhrin? Pa diskutim. Si? Shikoni, se akoma s'kemi vajtur te ngjarja. Veprime të tilla nuk bëhen pa miratimin dhe pa urdhrin e drejtues e komandantit përgjithshëm, sepse jemi një sekondë u futën, domethënë ideja është në 19 maj the? 15 maj u futën anijet britanike nga Veriu për të vajtur në Korfuz. Dhe kaluan në ujrat tona. Po aty ishte kanali. Po mirë, ujrat ishin tonat? Tonat, kanë kaluar para Sarandës. Dhe Enveri dha urdhër për zjarr? Natyrisht. Jo për goditje, po për paralajmërim. Do të në ajër. Me thënë me tejkalim ose me mosmbritje dhe nuk u godit. Me tejkalim do thënë me flurudha hark. Që të mos i prekte. Të mos i prekte. Ore, ata kur i pan prit sa ta menin Enverin, si funksionoi? Jo, shikosisht. Anijet kalonin rutinë aty, çdo ditë. Po pse pikërisht atë ditën? Atë ditë ishte edhe në urdhër. E thjesht, atë ditë ishte në urdhër, nesër goditini. Pra, nuk ishte e papritur. Nuk ishte papritur. Jo, ishte planifikuar. U qelluan. Atë ikën ata. Mbas kësaj, qeveria shqiptare në datën 21 maj, nxori një urdhër ekzekutiv që ndalonte kalimin paqësor të